Tu ngjatjeta uroj të jeni mirë. Nderuar miq, sonte do të flas për një temë të cilën e provokoi, e ngacmoi apo e bëri detyrueshme në hulumtimin im që po bëja nëpër rrjetet sociale me dokumenta, një shkrim i një miku që më erdhi dhe nisa nga hulumtimi për të parë një dokument sekret të spionazhit kroat i pretenduar, në të cilin flitet kush dhe si po krijohet dhe projektohet coptimi i shqiptarëve. Dokumenti i referohet shërbimeve sekrete kroate, SOA, shërbimi sekret kroat, Sigurnosno Obavjestjanja Agjencia, se unë nuk flas serbo-kroatisht, nuk di si lexohet, mbi lëvizjen dokument i shërbimit sekret kroat mbi lëvizjen e Deçanit si pjesë e strategjisë për të ndarë shqiptarët në shtete katolike, ortodokse dhe bektashiane në Ballkan. Unë kam sjell tekstin për ju. Tekstin në origjinal do ta gjeni non paperin tek kutia e përshkrimit poshtë në gjuhën origjinale. Tashmë unë do t'ju përkthej shumë shpejt, do t'ju lexoj përkthimin shumë shpejt të këtij teksti dhe do të përpiqem të analizoj shkurtimisht se çfarë fshihet në këtë lojë të madhe shërbime sekrete, çfarë po projektohet në Ballkan, si po projektohet ndarja dhe coptimi i trojeve shqiptare, si po projektohet mësymja e shqiptarëve ndaj njëri tjetrit, si po projektohet ndarja e shqiptarëve me habitatin e tyre perëndimor, si po luan perëndimi, si po luan lindja, çfarë po gatuajnë kroatët, a janë vërtet kroatët prapa këtij non-paperi apo jo, veçanërisht në këtë moment kur po flitet për aleancë ushtarake ndërmjet Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë, madje po bashkohet dhe Slovenia. Kush mund të jetë prapa këtij non-paperi? A është Serbia dhe Rusia prapa këtij non-paperi apo prapa këtij dokumenti sekret? Përse synohet të marketohet ai dhe çfarë kërkohet të mbrihet, cili është synimi përfundimtar? Sigurisht unë e analizoj sepse faktet janë konkrete, janë në terren, por ne duhet kuptojmë tashmë se si luhet loja për instrumentalizimin e fakteve, për instrumentalizimin e zhvillimeve dhe ngjarjeve konkrete për t'i vënë ato në shërbim të krijimit të një Ballkani të ri, i cili nuk mund të ndodhë nëse nuk fillon me çarjen e shqiptarëve, me bërjen e tyre copa dhe me mësymjen e tyre kundër njëri tjetrit dhe veçanërisht duke i shkëputur ata nga habitati i tyre i natyrshëm gjeopolitik me qëllim lënien e tyre vetëm dhe më pasi të lihen vetëm nis coptimi i tyre dhe zhdukja e tyre përfundimtare. Ky është plani. Tashmë unë do ju lexoj non-paperin të përkthyer në shqip, këtë dokument të shërbimeve sekrete kroate dhe do ju them më pas mendimin tim se kush fshihet prapa këtyre lojrave dhe kush fshihet prapa këtyre non-paperave dhe si synohet coptimi i shqiptarëve, ndarja e tyre mbi baza fetare, mësymja e tyre ndaj njëri tjetrit, lënia e tyre vetëm të ndarë nga perëndimi dhe të ndarë nga lindja si parakusht dhe si paradhom për zhdukjen e tyre përfundimtare. Nuk do t'ju lexoj të gjithin, por do t'ju lexoj një pjesë të përkthyer të këtij raporti. Dinamika gjeopolitike e Ballkanit ka qenë historikisht në ndërtimin, në ndikimin e motiveve etnike, fetare dhe politike, shpesh të ndërlidhura me ndërhyrje të jashtme. Kjo është e qartë. Një nga këto ndërhyrje sigurisht përfshin përdorimin strategjik të propozimit për krijimin e një mikroshteti për sektin Bektashi në Tiranë, do të vim dhe tek shteti Bektashi në Tiranë, si mjet që strukturat shtetërore të huaja përdorin për të riformsuar indin shoqëror dhe politik si në Shqipëri ashtu dhe në Kosovë. Kjo analizë shqyrton mënyrën se si fuqitë e huaja përdorin. Dokumenti pretendohet se ka shkuar për ministrin e jashtëm kroat disa kohë më parë. Kjo analizë shqyrton mënyrën se si fuqitë e huaja përdorin aktor politik shqiptar për të krijuar një mikroshtet
në zonën përreth manastirit të Deçanit në Kosovë, ndërkohë që formojnë organizata hibride mes shqiptarëve në Kosovë. Këto organizata zbehin kufit etnik dhe fetar për të lehtësuar krijimin e një zone autonome katolike brenda rrafshit të Dukajgjinit. Qëllimi përfundimtar është të minohet ndikimi i kishës ortodokse serbe në rajon, duke hapur kështu rrugën për një kërkesë të mëvonshme për mikroshtet rreth manastirit të Deçanit. Faza parë, krijimi i organizatave hibride në Kosovë. Qëllimi i këtyre organizatave është formësimi një identiteti të ri ndër shqiptarët e Kosovës, që bashkon katolicizmin dhe nacionalizmin shqiptar. Kjo synon të dobësojë identitetin kryesisht musliman të shqiptarëve të Kosovës, duke zëvendësuar atë me një identitet katoliko-shqiptar. Ky proces zhvillohet përmes disa mekanizmave kyç. Fushata për konvertim fetar që ka nisur në Kosovë me lëvizjen e ashtu quajtur të Deçanit, ku fuqitë e huaja përdorin stimoj ekonomik, presion shoqëror dhe nisma fetare për të nxitur shqiptarët musliman që të kalojnë në katolicizëm. Këto fushata krijojnë identitet të ri fetar, por edhe struktura të reja shoqërore që mbështesin interesat e atyre shteteve të huaja. Manipulimi kulturor nëpërmjet organizatave hibride të cilat kanë rol kyç në ndryshimin e normave dhe vlerave kulturore ndër shqiptarët e Kosovës. Përzierja e katolicizmit me nacionalizmin shqiptar redukton dallimet fetare dhe krijon perceptimin se këto dy elemente janë të pandashëm, duke përgatitur terrenin për një entitet të ri politik. Mbështetja institucionale. Shtetet e huaja, që nuk përcaktohet kush janë, nëpërmjet OJQ-ve, institucioneve fetare dhe presioneve politike, ofrojnë mbështetje institucionale për këto organizata hibride, duke i bërë ato pjesë të integruar të strukturës shoqërore dhe politike të Kosovës. Kështu, organizatat hibride bëhen mjete për arritjen e objektivave gjeopolitik të aktorëve të jashtëm që ndërhyjnë në çështjet e brendshme të Kosovës, sidomos në zonat me interes strategjik si rrafshi i Dukajgjinit dhe manastiri i Deçanit. Faza 2, krijimi i provincës autonome katolike si hap paraprak. Hapi i parë në këtë plan është krijimi një province autonome katolike në perëndim të Kosovës, sidomos në zonën e rrafshit Dukajgjinit, ku jeton një numër i madh shqiptarësh katolik. Fuqitë e huaja, me mbështetjen e disa aktorëve lokal, nxisin idenë se komunitetet katolike shqiptare duhet të kenë status autonom brenda Kosovës. Kjo automatikisht do të shërbente si paradhom për mikroshtetin rreth Deçanit, manastirit Deçanit, duke orientuar hartën politike të Kosovës drejt një entiteti shtetëror katolik homogjen. Për të krijuar klimën politike të përshtatshme për këto autonomi, përdoren operacionet mediatike, fushata në media dhe rrjetet sociale që paraqesin katolikët shqiptar si të rrezikuar dhe me të drejtë për autonomi, manipulimi kulturor dhe arsimor, promovimi një identiteti të bashkuar katoliko-shqiptar, ku feja katolike dhe kombësia shqiptare përkojnë si të pandashme. Kjo autonomi do të krijonte precedent për mikroshtetin e ardhshëm rreth manastirit të Deçanit, duke ndjekur modelin e entitetit Bektashi në Tiranë, rrugën e të cilin e hapi Edi Rama përpara disa kohëve do të vijë aty. Faza 3, manovrimi politik dhe diplomatik për mikroshtetin rreth manastirit të Deçanit. Manastiri i Deçanit, një nga simbolet më të rëndësishme të kishës ortodokse serbe në Kosovë, shndërrohet në pikën qendrore, vijon raporti i shërbimeve sekrete kroate të kësaj strategjie. Fuqitë e huaja dhe organizatat që mbështesin planin kërkojnë ta përdorin manastirin si qendër fetare e politike për të mbledhur ortodoksët shqiptar dhe serb të rajonit. Ky proces përfshin krijimin e një mikroshteti ortodoks serb me mbështetje ndërkombëtare, përdorimin e simbolikës fetare për legjitimim politik, ndërtimin e strukturave të administratës lokale që reflektojnë autonomi të pjesshme fetare dhe politike. Qëllimi përfundimtar i këtij
Aksioni është mikroshteti i manastirit të Deçanit. Pas konsolidimit të provincës katolike në Dukajgjin, hapi tjetër është themelimi i mikroshtetit ortodoks të manastirit të Deçanit, si balans ndaj autonomisë katolike. Objektivat kryesor: rivendosja e ekuilibrit politik dhe fetar në Kosovë, duke siguruar hapësirë të veçantë për komunitetin serbo-ortodoks. Prandaj e duan zajednicën, e kuptoni. Mbrojtja e trashëgimisë fetare dhe kulturore serbe, përfshirë kishat, manastire dhe objektet fetare. Ruajtja e identitetit serb-ortodoks përmes administratës veçantë dhe sistemit arsimor me orientim fetar. Struktura e mikroshtetit. Autonomi politike me institucione vendore për legjislacion, arsim, shëndetësi e administrat. Autonomi fetare me manastirin e Deçanit si qendër shpirtërore, institucione arsimore e kulturore të bazuara në gjuhën, fen dhe traditën ortodokse serbe. Bashkëpunim ndërkombëtar me UNESCO-n, BE-n dhe organizata të tjera për mbrojtjen e trashëgimisë dhe stabilitetit rajonal. Cilat janë implikimet gjeopolitike? Implikimet gjeopolitike në këtë moment janë ndikimin stabilitetin politik të Kosovës. Krijimi i mikroshtetit rreth Deçanit mund të thellojë ndarjet etnike dhe politike në Kosovë, të nxjisë tensione ndërkombëtare dhe të komplikojë procesin e njohjes ndërkombëtare të vendit. Rritja e tensioneve ndërmjet Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë. Serbia do ta shihte si fitore politike dhe kulturore, Shqipëria do ta perceptonte si kërcënim ndaj interesave të saj kombëtare, Kosova do të përballej me presione të mëdha ndërkombëtare dhe rrezik për fragmentim territorial. Pasoja për sigurinë dhe marrëdhëniet ndëretnike, krijimi i mikroshtetit mund të krijojë çfarë? Tensione të reja mes serbëve dhe shqiptarëve, përplasje lokale, shtim të rrezikut të radikalizmit fetar e nacionalist. Pasoja për stabilitetin më të gjerë të Ballkanit, një mikroshtet i tillë do të krijonte një precedent për nisma të reja separatiste ndarse, pra në rajon, duke rritur pasigurinë dhe fragmentimin e mëtejshëm të hapësirës ballkanike. Përfundim, krijimi i mikroshtetit të manastirit të Deçanit si balans ndaj autonomisë katolike në Dukajgjin do të ishte me pasoja të thella gjeopolitike. Ky proces do të kërkonte ekuilibrim të kujdesshëm të interesave serbe, shqiptare dhe ndërkombëtare, si dhe ndërhyrje diplomatike për ruajtjen e paqes dhe stabilitetit afatgjatë në rajon. Tek kutia e përshkrimit poshtë do t'ju vendos linkun e këtij non-paperi të pa verifikuar ende. Është një dokument jo zyrtar, të cilin unë kam 3 orë që tentoj ta verifikoj, tentoj të shoh autenticitetin e tij, të shoh vërtetësinë e tij, të shoh burimet, dhe ajo që më del dhe që më rezulton është se kjo është një letër e cila po bëhet publike apo po qarkullon në rrethet e shërbimeve sekrete ballkanike, por edhe në disa media shqiptare, me qëllim për të krijuar një lloj klime të re e cila shkon në favor të agjendave serbo-ruse, të cilat kanë për synim të ndërtojnë një narrativ e cila i ndan shqiptarët fillimisht nga njëri tjetri, duke lindur dhe duke provokuar nëpërmjet agjendave fetare, agjenda nacionaliste dhe shtetërore, duke i ndarë ata sipas feve dhe duke krijuar më pas autonomi mbi baza të përkatësive të tyre fetare dhe duke i coptuar ata. Më pas, duke e influencuar këtë rrym, dokumente të tilla dhe fryma të tilla kanë synim të përcjellin mesazhin serbo-rus, që janë 2 mesazhe. 1, domosdoshmëria që shqiptarët të mësojnë kundër njëri tjetrit, katolik, musliman, ortodoks, të shqyejnë njëri tjetrin, të nxisin urrejtje ndërmjet njëri tjetrit dhe të shkojnë në projeksione të cilat kanë synim të çojnë më pas në ndarje shtetërore, siç po qarkullojnë disa biseda dhe unë i bëj ftesë shtetit shqiptar, organeve të sigurisë kombëtare, për armatosje të lëvizjeve të caktuara në veri të Shqipërisë që kanë prapavi
fetare, katolike, a muslimane, a ortodokse, nuk e di, por le t'i kuptoj shteti dhe t'i gjenë ata të cilët të merren me këtë histori. Diçka e madhe gatuhet në nëndheun e Ballkanit dhe një plan i madh në këto momente të reja të zhvillimeve gjeopolitike tregojnë qartësisht se edhe nëse ekziston, edhe nëse nuk ekziston autenticiteti i një non-paperi të tillë, ai nuk është produkt, duket qartësisht nga mënyra si shkruhet, nga artikulimi dhe nga forma se si është analizuar ky non-paper, që është dokument jo zyrtar, sepse shërbimet sekrete nuk mund nxjerrin dokumenta zyrtare, por i kalojnë përshtypin dhe i hedhin qarkullim nëpërmjet mediave të caktuara. Prandaj do të bëni shumë kujdes, sepse është një plan i madh i cili tregon se në Ballkan ka plane të rrezikshme. Një, për t'i mësyer shqiptarët ndërmjet njëri tjetrit, për të krijuar precedent dhe hapësira ideologjike, nacionaliste, politike, për separatizëm mbi baza religjioze, çka do të thotë coptim i shqiptarëve ndërmjet njëri tjetrit. Fryma e dytë është nxitja e urrëties së shqiptarëve ndaj habitatit të tyre të natyrshëm gjeopolitik, dhe kjo ka synim që të lihen vetëm shqiptarët dhe të lihen pa miq, sepse në qoftë se miqt e Rusisë dhe të Serbisë janë të lidhura vetëm me interesat ruse dhe serbe në Ballkan, do të thotë që shqiptarët duhet të mbeten edhe pa perëndimin. Dhe kjo ka vetëm një synim, lënia vetëm e shqiptarëve. Përse lihet dikush vetëm, lihet për t'i paraprirë therrjes së madhe dhe coptimit të tyre, bërjes së tyre llokma. Një, duke i parë ata se si shqyen ndërmjet njëri tjetrin. Dy, duke i armiqësuar me perëndimin apo me Bashkimin Evropian apo me Amerikën, duke i cilësuar ato si përgjegjëse për këtë fushat të lëvizjes së Deçanit, e cila ka për synim rikthimin e shqiptarëve në fenë e të parëve, dhe duke i paraqitur perëndimin si element destabilizues për faktorin shqiptar, kjo synon ndarjen e shqiptarëve nga perëndimi. Perëndimi ka 1000 mëkate, ka dhe 1000 halle, është duke shkuar në luftë. Po mirë, rusët dhe serbët na duan që ne të prishemi me perëndimin, ndërkohë që Serbia e luan edhe me perëndimin edhe me Rusin. Edhe ka dhe këtu njerëz të cilët kanë rënë thellësisht në dashuri me Rusin dhe me Vladimir Putinin për arsye shpesh të paditurisë, shpesh të ignorancës, por ndonjëherë edhe për arsye të arrogancës së perëndimit dhe sjelljes së tij me standarde të shumëfishta në vende të ndryshme të Ballkanit, siç ka luajtur edhe këtu shpeshherë në Ballkan, duke mbështetur qeveri të korruptuara, të krimbura, antikombëtare, anti-shqiptare, anti-interesave strategjike të Shqipërisë, dhe këtë e kanë justifikuar me atë që quhet stabiliteti, stabilokracia në vend të demokracisë. Ne jemi popull sipas tyre të papërgatitur për demokracinë dhe për lirinë reale dhe të vërtetë. Ndaj mbështesim status quo, mbështesim satrapët, mbështesim rilindjen, mbështesim qeveritë e lidhura me krimin e organizuar, lidhura me Aleksandar Vučićin, lidhura me kartelet e drogës, në mënyrë që të ruajmë të paktën stabilitetin e rajonit. Kjo arrogancë e perëndimit dhe kjo lojë me disa standarde e perëndimit i kanë nxitur qarqet ruse, serbe në Ballkan, apo dhe qarqet ultranacionaliste kroate, që mund të kenë prodhuar të tilla dokumenta nga shërbimet sekrete kroate, qofshin të vërteta ose qofshin pa vërteta. Të tilla situata tashmë janë fakt. Fakt është lëvizja e Deçanit, fakt është që lëvizja e Putinit dhe e Serbisë për të çarë Ballkanin, fakt është që gjithë lojtarët po kërkojnë të hipin në barka gjeopolitike dhe po konfigurojnë interesat e tyre gjeopolitike. Fakt është që Serbia është çdo lloj
milimetri katror mediatik dhe politik në Kosovë, e pam këtë me spionin Sherholli dhe shokët e tij me cilët po pinte kafe në Kosovë, me spionët e Serbisë të cilët sot drejtojnë majat më të larta të politikës shqiptare, të biznesit shqiptar, por edhe të shërbimeve inteligjente shqiptare, pasi ju e dini shumë mirë që shefja e shërbimit sekret në Shqipëri erdhi pasi ishte akuzuar në Kosovë si e lidhur me interesat serbe, e mori Edi Rama dhe e vuri këtu shefet e shërbimeve sekrete, dhe madje do t'ju bëj një emision shumë shpejt ku do t'ju tregoj luftën agresive që ka nisur ndërmjet Edi Ramës dhe FBI dhe amerikanëve, u luftë e ftohtë, sigurisht që nuk ka dalë ende, pasi amerikanët i kanë kërkuar Edi Ramës që të verifikoj antarët e punësuar në shërbimin sekret shqiptar, pasi një pjesë e madhe e tyre nuk kanë certifikata sigurie. Por nuk mund të kenë të gjithë certifikata sigurie, ju e kuptoni, sepse shumë agent të Shishit janë të implikuar me interesat e Serbisë dhe të Rusisë në Ballkan, janë të implikuar edhe me shërbimet inteligjente anti-shqiptare, janë të implikuar gjithashtu edhe me kartele droge, kokaine dhe grupime kriminale të cilat i kanë punësuar ata. Pasi amerikanët kanë bërë kërkesa që të verifikohen këto, Edi Rama ka 2 vjet që e zvarrit procesin e dhënies së statusit të njerëzve të kontrolluar për këta njerëz të shërbimeve sekrete shqiptare. Kjo do të thotë që Serbia është e pranishme në majat e politikës shqiptare dhe në Kosovë, dhe spionët në Tiranë dhe në Kosovë janë shumë herë më shumë se sa ata që mund të arrestohen, apo ata që mund të përmenden nga shtypi, apo ata që mund të dalin dhe mund të linçohen në rrjetet sociale. Ndikimi i perëndimit si faktor destabilizues dhe çarës i amplifikuar nga dora e Serbisë dhe Rusisë në Ballkan ka vetëm një synim, miqtemi. Ka synim ndarjen e shqiptarëve, kacafytjen e tyre me njëri tjetrin mbi baza fetare dhe ndërtimin e entiteteve politike dhe më pas administrative territoriale të veçanta, më pas krijim autonomia apo pavarësie. Këtë e para. E dyta ka qëllim të na lër vetëm pa miq, sepse nëse filozofët e internetit dhe të Facebookut dhe të YouTubeit kanë rezerva për arrogancën e perëndimit dhe për mashtrimin e një pjese të tij, kur vinë për shembull që sheh zyrtar europian që i thonë një drejtuesi të lidhur me kartelet e drogës në Shqipëri si Edi Rama apo Siri Lindja, i thonë që ka bërë arritje të mëdha, tha von der Leyen, Marta Kos, Marta Syltiash, Marta Muhalebi, këto zyrtarët burokratë e korruptuar sorosian të Brukselit, të cilët vinë këtu, që vinë dhe marrin poza me njerëz të lidhur me krimin organizuar, sipas raporteve të vetë atyre, sipas raporteve amerikane. Kjo lloj arrogance e perëndimit, ky lloj mashtrimi i perëndimit i shtyn shumë njerëz që të shkojnë në drejtim të Rusisë apo të Serbisë, apo të shkojnë vetë në thertore si kundër reagim. Po mirë, ja ngjelët pa perëndim, ku do shkoni? Ju don Rusia, por Rusia ja ka thënë qartë që don interesat e Serbisë. Ne jo a kemi thënë, ne nuk i urrejmë rusët sepse janë slav. As kinezët nuk i urrejmë sepse janë kinez. As Putini nuk i urrejmë sepse është Putin. I urrejmë sepse janë kundër interesave tona. I urrejmë sepse na urrejnë. I urrejmë sepse ata ndërtojnë perandoritë e tyre dhe influencën e tyre mbi gjakun dhe mbi përçarjen e shqiptarëve. Synimi është i qartë. Ndërtimi një furtune që perëndimi po ju përçan o shqiptar nëpërmjet lëvizjeve fetare që kanë prapasken politike dhe më pas hedhjen e shqiptarëve kundër njëri tjetrit, ndarjen nga perëndimi që të fillojnë të bëhen lokma, edhe nga perëndimi, edhe nga Rusia. Plani është shumë i madh. Plani i çarjes shqiptarëve është shumë i madh dhe është i jashtëzakonshëm. Po luhet një lojë shumë e pisët në Ballkan dhe serbët me rusët po luajnë në mënyrën më agresive të mundshme dhe po krijojnë tymnaja jashtëzakonisht të rëndësishme, të cilat kanë për synim që të
të ndajnë shqiptarët me njëri tjetrin për shkallëzimi i coptimit të tyre, të diskreditimi i perëndimit. Shpesh herë perëndimi e ka diskredituar veten, ju a thash shembujt më sipër, duke e paraqitur atë si arkitekt të ndarjeve fetare në trojet shqiptare. Këto janë grupe të vogla, por që realisht ekzistojnë dhe janë të pranishme shumë në rrjetet sociale. Domethënë që kanë një background, janë aty. Rusia dhe Serbia po përpiqen të përdorin ekzistencën reale të këtyre grupeve për të amplifikuar dhe për të paraqitur si lëvizje masive këto grupime, duke u shërbyer më pas pra si një provë për narrativën e ndarjes së shqiptarëve fillimisht mbi bazën fetare mes njëri tjetrit dhe më pas ndarjen e tyre nga perëndimi. Pse i duhet Rusisë ta amplifikojë këtë? Që të krijojë një mosbesim mes shqiptarëve dhe perëndimit, dhe ky mosbesim ka filluar të krijohet, duke paraqitur perëndimin si amplifikues dhe projektues të përçarjes fetare, të dobësoj unitetin shqiptar, na hedh kundër njëri tjetrit, ne jemi vëllezër, musliman, katolik, ortodoks, bektashi, protestant, çfarëdo që të jenë. Prandaj kam 15 vite që i mshoj, jemi vëllezër, mos e çani sepse do t'ju çajnë dhe nuk po ju pret luga e Floririt, as mjalti me arra, as sherbeti, as baklavaja nuk po ju pret, as mishi pjeks po ju pret. Ju pret thertoria shqiptar të mirë, në qoftë se nuk i kuptoni këto. Shqiptar të mirë ju pret thertoria, në qoftë se nuk i kuptoni këto lojra që po luhen. Duan t'ju mësojnë kundër njëri tjetrit. Dhe serbët kanë një aksion e cila thot nuk ka gjë më të shijshme në botë se sa të shohësh hasmin duke therr njëri tjetrin. Pse të na therrin serbët, pse të na vrasin ata? Më mirë vrasi i shohim duke vrarë njëri tjetrin. Shqiptarët fillojnë të shqyjnë njëri tjetrin. Ti je katolik, ti je ortodoks, ti je musliman, ti je turk, ti je arab, ti je kështu, ti je i ardhur, ne jemi të Skënderbeut, këta janë të ati, Skënderbeu ka qenë shqiptar, apo ka qenë serb, apo ka qenë katolik, apo ka qenë ortodoks. Të gjitha këto kanë një synim, të kanalizohet diskursi publik larg luftës reale Rusi perëndim dhe larg kësaj përplasje të madhe që është duke ndodhur në Ballkan për dominancë gjeopolitike. Çdo debat për mikroshtete, siç e hapi Edi Rama këtu me mikroshtetin Bektashi, i shërben vetëm Moskës dhe Serbisë për të mbajtur rajonin dhe shqiptarët në konfuzion. Bajini mend këtë. Duhet të kuptoni se po bëhet një lojë shumë e madhe për të na përçarë. Ndaj dhe unë në të gjitha daljet televizive. Aso kohë dilja nëpër televizione nuk i refuzoja, tashmë që i kam mbyllur historinë time me televizionet, shkoja nëpër televizione dhe e refuzoja planin e Edi Ramës pikërisht për këtë. Shkoni, i kam intervistat ke Euronewsi, ke Top Channel, ke Klan Kosova, ke kudo. Synimi i Edi Ramës për të krijimin e shtetit Bektashi në Tiranë ishte pikërisht ky rrezik që unë ju parathash shumë muaj më parë. Ju thash që kjo do të krijojë precedent të rrezikshëm që të tjera entitetet kërkojnë mini shtete. Krijimi i mini shteteve mbi baza fetare synon coptimin e Shqipërisë në shtet sunit, shtet Bektashi, shtet ortodoks, shtete katolike, coptimi i Kosovës, coptimi i Shqipërisë. Madje, edhe në shtypin shqiptar. Po të vini re, kur shkua dhe që më syen në prishjen e thethit, i gjithë narrativa e shumë prej gazetave dhe mediave shqiptare ishte po goditen katolikët, jo po goditen banorët e thethit. Dhe kjo ka synim të krijojë terrenin e përshtatshëm dhe habitatin kulturor, politik, religjoz dhe paramilitar për krijimin e separatizmave që kanë një synim të vetëm, ndarjen e shqiptarëve mes njëri tjetrit, shqyrjen e tyre mes njëri tjetrit dhe ndarjen e tyre përfundimtare nga perëndimi. Ku të shkojnë, a na pret Moska
me interesa tona, jo nuk na pret, sepse Moska ka interesat e slavëve serb në Ballkan dhe të ngjashmëve të tyre. Atëherë ku po shkoni shqiptarët? Duke qenë që shqiptarët nuk dinë ku të shkojnë, sepse janë në krizë identiteti dhe janë të kapur nga një kast thellësisht anti-shqiptare, nuk ja shpjegon njëri këto histori, nuk ja shpjegon njëri këto tema, duan t'i marrin dhe t'i çojnë në thertore. Kjo është loja e madhe që përgatitet edhe në qoftë, edhe në mos qoftë dokumenti kroat, ju mund ta shihni, e keni ke kutia e përshkrimit poshtë, konsultojeni, shiheni, përkthejeni, bëni çfarë të doni, edhe në qoftë, edhe mos qoftë, dokumenti nuk ka mbir nga asgjëja. Po gatuhet një plan e madh shqiptar për të coptuar Kosovën, për të coptuar Shqipërinë dhe trojet shqiptare në këtë lojë të re gjeopolitike që po nis. Shkëndijën e parë e dha komandanti i Surrelit të rilindjes në Tiranë me shtetin Bektashi. Shkëndijat e tjera po gatuhen nëpër Kosovë për coptimin e Kosovës dhe kjo është arsyeja pse Serbia ngul këmbë për asociacionin dhe bashkimin e komunave serbe dhe krijimi i tyre komunave, i shoqëruar me lëvizjet e Deçanit për kthim në origjinë të katolikëve në katolicizëm dhe krijimin e habitatit dhe të kushteve për barazi, që siç krijojnë serbët habitat nëpërmjet asociacionit Bashkësisë Komunave Serbe, më pas të krijojmë kushtet për krijimin e asociacionit bashkësi të komunave katolike si paradhom e ndarjes dhe autonomisë dhe më pas e ndarjes së madhe. Kjo është klima që po prodhon Serbia dhe Rusia tashmë në Ballkan si paradhom e coptimit shqiptarëve, lokma do të bëhen nëse do ta hanë këtë karrem. Copa do të bëhen nëse do ta hanë këtë karrem. Jeni vëllezër, mos shikoni çfarë flitet poshtë e përpjet, secili të besoj çfarë do vet. Shqipënia është e të gjithëve. Shqipëria është vije kuqe, Shqipëria është në rrezik. Kush ka vesh le të dëgjoj, kush nuk ka vesh le të vazhdoj të bëj si të doj. Unë kam vetëm fuqi të flas, t'ju shpjegoj kurthin, t'ju shpjegoj intrigat dhe t'ju shpjegoj çfarë po gatuhet. Pjesën tjetër e dini vetë si e bëni, e zgjidhni vetë si e bëni. Ne do të flasim derisa të kemi frymë, sepse është shumë e rrezikshme kjo që po ndodh. Vëllezër shqiptar, nga Kosova, Medveq, Bujanovc, Lugin, Maqedoninë e Veriut, Malsi, në trojet shqiptare, kudo ku gjendeni dhe në diasporë, mos bini preh e këtyre, sepse nuk ju a do njëri të mirën vëllezërit e mi katolik, vëllezërit e mi ortodoks, vëllezërit e mi musliman Bektashi, vëllezërit e mi musliman, vëllezërit e mi në komb ateist që s'besoni ka asgjë fare. Shqipëria është vije kuqe, është e të gjithëve bashkë. Mos e hani karremin shtet katolik, shtet Bektashi, shtet ortodoks, shtet musliman, ne do ikim me Putinin, ne do ikim me Perëndimin. Këto janë të gjitha parakush që të mbeteni vetëm, të shqyjmë njëri tjetrin dhe pastaj na bëjmë copa kur të mbetemi vetëm në arenën ndërkombëtare. Plani është i madh, unë ua kam thënë, lufta e tretë botërore ka nisur, do të zyrtarizohet kur ta ngjoni Krismën shumë shpejt, brenda 2027-s, sepse nuk mund të qeverisin dy gjela në një planet. Pjesa tjetër e keni vetë në dorë, ju kam thënë. Entitete të shumta do të zhduken nga faqja e dheut dhe të tjera do të lindin në rendin e ri botëror. Kush ka burrni, shqiptari dhe gjak shqiptari të bëj kujdes dhe të ruhet nga helmet me katolicizma, ortodoksi, musliman e Bektashi, janë të gjitha prodhime, produkte të fabrikës serbo-ruse në Ballkan, për arsyet që ju përmenda më sipër. Ne nuk duam armiqësi me asnjë shtet dhe me asnjë popull, por ajo që gatuhet për shqiptarët është shumë e madhe dhe ne jemi të detyruar të mbrojmë veten dhe të mbrojmë popullin ton dhe kombin ton nga këto helme të ndyra që e kanë burimin në Beograd dhe më pas tek pjesa tjetër e lojtarëve e aktorëve të dytë dhe të tretë
të cilët duan të heqin qafe dhimbjen që vjen nga Ballkani. Ballkani i tmerrshëm, fuqia e barutit e cila ka qenë shkak për luftra botërore. Kjo kaq kisha për sot. Pjesa tjetër e zhvillimeve ju e dini vijojnë në numrin e ardhshëm. Të tjera zhvillime vijojnë në numrin e ardhshëm. Natë e mirë për sot.